Uragani Melissa vijon të shkaktoi shkatrim në Xhamaikën fqinje teksa kjo ishte stuhia më e fuqishme që goditi këtë ishull në Karaibe. Pas stuhisë së fuqishme në rrjet kanë qarkulluar fotografi dhe video që tregojnë shkatrimet masive, ndërsa pjesa më e madhe e ishullit është pa energji elektrike dhe me banesa të përmbytura. Një zyrtar lokale përshkroi skenën si një skenë nga një film apokalipsi, sipas BBC-s. Komunikimet janë ndërprerë dhe shkalla e vërtetë e dëmit mbetet e panjohur. Kryeministri Andre Holness e shpalli Xhamaikën një zonë fatkeqësie, duke paralajmëruar për dëme të mëdha në spitale, shtëpi dhe biznese. Në veri qendra turistike Montego Bay është përmbytur. Kryetari i Bashkisë për Mediat ka thënë se qyteti ishte ndarë në dysh nga uji. Rrugët janë të pakalueshme, aeroporti mbetet i mbyllur dhe dëmi në turizëm konsiderohet i madh. Autoritetet madje kanë paralajmëruar për rrezikun e shfaqjes së krokodilëve në zonat e banuara për shkak të rritjes së nivelit të ujrave, ndërsa pamjet filmike tregojnë dhe peshkaqen. Melissa goditi brigjet jugore dhe lindore të Kubës me era që arritën deri në 195 km/h, tha Qendra Kombëtare Amerikane për uraganët. Melissa ishte uragani më i fortë se ai i Katrinës që rrafshoi New Orleans në vitin 2005.